Ka momente një jetë që nuk I haron kurrë, jo sepse ishin të bukura, por sepse të thyen nga brenda dhe asnjëherë nuk rindërtohen një lloj si para. Për ne, 4 fëmijët e shtëpisë vjetër në fund të rrugës, ai moment erdhi një mëngjes si çdo mëngjes tjetër, por nuk u largua si çdo mëngjes tjetër. Para se të vazhdojmë, bëni like dhe abononi në kanal, subscribe. Nëna jon u zgjua, u vesh dhe doli nga dera, dhe nuk u kthye më. Nuk tha lam të mirë, nuk na përqafoi, nuk na la asnjë letër. Na la vetëm 4 fëmijë pa baba, pa nën, me një gjyshe të plakur që nuk dinte as vetë si do t'i mbijetonte asaj dite. Nëse ke kaluar ndonjëherë ndjenjën e braktisjes, jo atë braktisje të vogël e të zakonshme, por atë braktisje që të ha shpirtin nga brenda, ngadalë, çdo ditë. Atëherë kjo histori është edhe e jotja. Dhe para se të vazhdoj, dua të të pyes diçka. Nëse ti do t'ishe në vendin tonë, do ta faleshe nënën tua pas gjithçkaje? Shkruaje mendimin tënd në komente, sepse përgjigjja nuk është aq e thjeshtë sa duket. Tani le të fillojmë nga fillimi. Kujtesa e parë që kam për shtëpinë tonë është era e bukës. Gjyshja e piqte çdo të mërkur, herët në mëngjes, kur bota ishte ende e errët dhe ne ende flinim. Ajo zgjohej para se agimi të shfaqte shenjën e parë të dritës, ndizde sobën me dru, dhe deri kur ne hapnim syt, shtëpia kishte tashmë aromën e asaj buke të ngrohtë që vetëm ajo dinte ta bënte. Por kjo është kujtesa e gjyshes. Kujtesa e nënës është ndryshe. Nëna jon quhej Agensa. Ishte e bukur, kjo është e vërteta dhe nuk ka ç'ta mohosh. E kishte flokun e errët, të gjatë, që lshonte të lirë dhe I binte mbi supe si një gjë e gjallë. Kishte sy të zinj dhe shikimin e atij lloji që të bën të ndihesh se po të lexon mendjet. Por bukuria e Agencës nuk ishte e butë, ishte e mprehtë, si thika, e shkëlqyeshme por e rrezikshme nëse rrëshqitesh mbi të. Babai ynë Gëzimi ishte I kundërti I saj në çdo gjë. I qetë, punëtor, me duart gjithmonë të vrashta nga puna dhe me një buzëqeshje që zgjaste pak, por kuptoi shumë. Nuk fliste shumë babai, por kur fliste, të ngrije zemra. Jemi 4 vëllezër e motra. Unë, Arberi I pari, pastaj Drita, Lumi dhe Mira, e vogla, që kur largimi ndodhi, kishte vetëm 3 vjet e gjysmë dhe nuk e kuptoi asnjëherë plotësisht çfarë kishte ndodhur. Familja jon nuk ishte e pasur, por nuk ishim as të varfër me atë varfëri që të bën të ndihesh I padenj. Ishim të asaj shtrese njerëzish që punojnë fort dhe jetojnë me dinjitet të thjeshtë. Babai shkonte herët në punë dhe kthehej vonë. Nëna rinte me ne gjatë ditës, por rinte nuk ishte fjala e saktë. Ajo ishte e pranishme fizikisht, por mendërisht ishte shpesh diku tjetër. Kur isha I vogël nuk e kuptoja atë distancë. E merrja si të zakonshme. Të gjitha nënat ishin të lodhura, mendoja. Të gjitha nënat herëherë shikonin nga dritarja me sy të humbur. Të gjitha nënat herëherë bënin sikur nuk të dëgjonin kur u flisnja. Por jo, nuk ishin të gjitha kështu. E kuptova kur fillova të shkoja tek misht për të ngrënë darkë. Nënat e tyre pyesnin me kurishtje, qeshnin me zë, I mbushnin pjatat 2 herë pa I pyetur, vendosnin duart mbi supet e fëmijëve si gjëra të natyrshme, jo si gjeste të studiuara. Tek shtëpia jon kjo ndodhte rrallë. Agensa nuk ishte nën e keqe me atë kuptimin e dhunshëm. Nuk na rrithte, nuk na fyente, por nuk na jepte as ato gjëra të vogla që një fëmijë ka nevojë çdo ditë. Jo lodra, jo konfekte, por praninë e vërtet. Atë lloj pranie ku njeriu ndjehet I parë, I dëgjuar, I dashur. Ndërkohë, babai mbushte atë zbrazdi me mënyrën e tij. Kur kthehej nga puna, edhe I lodhur, ulej me ne në dysheme dhe luante. I tregonte Lumit histori për heronj. Gërshetonte flokët e dritës me gjishtat e trash dhe ajo qeshte duke I thënë se po e lëndonte, edhe pse nuk po e lëndonte. Merrte Mirën, të voglën, dhe e vinte mbi gjunjë dhe ajo flinte aty sikur nuk ishte vend më të sigurt në botë. Babai ishte shtylla asaj shtëpie, jo me fjalë, por me praninë e tij. Dhe pastaj, ai u sëmur. Sëmundja e babait erdhi pa paralemrim, si shumë gjëra të liga në jetë. Filloi me një lodhje që nuk shkonte, pastaj me dhimbje, pastaj me vizitat e mjeku, çdo herë me fytyrë gjithnjë më serioze të doktorit, pastaj me spital. Nuk na than shumë në fillim. Fëmijëve nuk u tregojnë gjëra të tilla sepse besojnë se fëmijët nuk kuptojnë, por fëmijët kuptojnë gjithçka, vetëm nuk dinë t'i emërtojnë. Kuptoja nga mënyra si qante gjyshja kur mendonte se ne flinim.
Kuptoja nga heshtia e re që kishte zënë shtëpinë, një heshtie ndryshe nga jo e zakonshme, më e rëndë, si ajri para stuhisë. Kuptoja nga sytë e agencës, që nuk shikonin më nga dritarja me mall të paqartë, por shikonin me diçka tjetër, me një ankth të edhshëm, me një llogaritje të fshehur. Babai kaloi muaj nëpër spitale. Ne shkonim ta vizitonim dhe ai mundohej të buzëqeshte, por buzëqeshja nuk arrinte tek sit. Duart i ishin bërë shumë të holla. Duart ato të vrashta nga puna, tani ishin si deg të thata e brishta. Mira, e vogla, nuk e kuptonte pse babi ishte aty dhe nuk vinte shtëpi. Lumi nuk fliste fare gjatë atyre vizitave. Drita qante nga heshtje gjatë rrugës kthimit. Dhe unë mundohesha të isha i fortë, sepse kisha 8 vjeç dhe ndihesha se duhet të isha diçka, edhe pse nuk dija çfarë. Agenca shkonte dhe vinte. Herë shumë shpesh tek spitali, herë fare. Gjyshja, nëna e babait, ishte ajo që rinte më shumë pranë tij. Ajo me flokët e bardhë dhe duart e vogla të sëmura nga artriti. Ajo rinte ulur pranë krevatit dhe mbante dorën e djalit të saj orë të tëra. Njëherë, duke kaluar pranë derës, e dëgjova duke i folur me zë të ulët. I thoshte: "Mos u largo bir, mos i lër. Kush do t'i ruaj?" Nuk e di nëse babai e dëgjoi. Nuk e di nëse i dha fuqi apo jo, por unë mbajta atë fjali brenda meje si një gur të ftoftë dhe të rëndë që se lëshova as me vitet. Babai vdiq pa bujë madhe. Vdiq një natë kur gjyshja ishte pranë tij dhe ne ishim në shtëpi. Gjyshja u kthye herët në mëngjes, ul në karrigen e saj dhe nuk foli për disa orë. Nëna jonë rinte e palëvizur te dhoma tjetër. Ishte drita që më tha mua: "Babi nuk është më." Fjalë të thjeshta, pas bukurim, sepse ajo gjithmonë fliste kështu, direkt, me guxim fëmijëror që nuk di si ta zbuz goditjen. Dhe bota jonë e vogël u ça më dysh. Varrimi kaloi si një ëndër e keqe. Njerëzit vinin, flisnin, ngushëllonin, largoheshin. Shtëpia u mbush me njerëz për disa ditë dhe pastaj u zbraz plotësisht dhe mbetëm ne, 4 fëmijët, nëna jonë Agenca dhe gjyshja. Periudha pas vdekjes së babait ishte e rëndë, me atë rëndesë specifike të humbjes së parë, të asaj humbjeje kur kupton për herë të parë se disa njerëz largohen dhe nuk kthehen kurrë, se bota nuk ka një buton kthe mbrapa, se lotët nuk sjellin asgjë mbrapa, edhe nëse qanë gjithë natën. Gjyshja u bë shpata e familjes. E di që kjo fjalë tingëllon çuditshëm, shpata, por kjo ishte. Ajo ishte ajo gjë e fortë dhe e prerë që mbante gjithçka bashk, nuk u rrëzua, nuk u shemb. Plaka ajo me artritet dhe me flokët e bardhë dhe me zemrën e thyer nuk u rrëzua. Agenca, nga ana e saj, nuk e dha veten plotësisht të kidhërimi. Sigurisht qante herë, por kishte diçka të çuditshme në mënyrën si qante, si të ishte loja e ndjenjave, jo ndjenja vet, si të ishte duke bërë atë që pritet, jo atë që ndjen. Ne fëmijët e shihnim edhe pa e kuptuar. Fëmijët janë sensor të fuqishëm të emocioneve. Ata nuk kuptojnë mekanizmat, por i ndjejnë me gjithë trup rrezatimet emocionale të njerëzve rreth tyre. Dhe tek Agenca, pas vdekjes së babait, kishte diçka që nuk qëndronte. Muajt që pasuan ishin të vështirë, ekonomikisht. Babai kishte qenë furnizuesi kryesor. Tani nuk kishte asgjë të sigurt. Gjyshja kishte pensionin e vogël të saj, mjaftueshëm për bukë dhe asgjë tjetër. Agenca doli të punonte, punë e vogël, administrative, por punë. Por edhe aty kishte diçka. Filloi të kthehej vonë, filloi të dilte gjatë fundjavave me pretekste të paqarta, filloi të fliste në telefon me zë të ulët dhe ta mbyllte shpejt kur hynte njëri. Gjyshja shikonte dhe heshte, kuptonte para nesh, por ç'të bënte? Ishte nëna e të vdekurit, jo gjaka e Agencës. Çfarë autoriteti kishte? Çfarë të drejtet i thoshte gjë? Unë, si i madhi, fillova të kuptoj diçka. Nuk e dija emrin e asaj gjëje. Tradhtia, dashuria jashtëmartesore. Këto fjalë nuk i kishte fëmia i moshës sime, por e dija se diçka po ndorte. E dija se nëna po largohej nga ne dal nga dal, jo me trup ende, por me shpirt. Ishte drita ajo që e pa të parën. Drita kishte 10 vjet atëherë dhe kishte sytë mprehtë të atyre fëmijëve që shohin shumë. Erdhi tek dhoma ime një mbrëmje dhe ul pranë meje pa folur për pak,
Pastaj, me zërin e ulur si dikujt që mban diçka të rëndë brenda, tha: "Kam parë nënën me një njeri, nuk ishte kushëri, nuk e njoh." Unë nuk I thash asgjë. Çfarë mund t'i thosha? Ishim fëmijë, ishim të vetëm, ishim tashmë të plagosur nga humbja e babait dhe nuk ishim hapësirë brenda për t'u plagosur edhe një herë. Por plagosja nuk pyet nëse ke hapësirë, vjen dhe hyn. Filloi të kuptohej gjithnjë më shumë. Nëna nuk kthehej ndonjëherë për të ngrënë darkë. Kur ishte e hutuar, e largët, si dikush që vuan të jetë aty ku është. Gjyshja gatuan të gjithçka. Gjyshja vishte mirën, gjyshja na ndihmonte me detyrat. Gjyshja qëndronte deri vonë duke qepur rrobat tona që ishin bërë të ngushta. Agenca ishte gati një hije, prezente vetëm kur duhej, e humbur çdo herë tjetër. Dhe pastaj erdhi ai mëngjes. Ishte verë. Kujtoj nxehtësinë sepse e mbaj mend si ndihej ajri I dhomës sime atë mëngjes, I ngrohtë dhe I rënd, si diçka që shtypej mbi ty. Zgjova herët pa arsye, me atë lloj zgjimi të papritur kur diçka brenda ty ndihet si alarm. Dola nga dhoma. Shtëpia ishte e qetë me atë qetësi të çuditshme. Gjyshja nuk ishte ngritur ende. Lumi dhe mira flinin. Drita po gërhiste pak te dhoma e saj. Shkova të shikoja nënën. Dera e dhomës së saj ishte e hapur. Dhoma ishte bosh. Jo vetëm bosh si dikush që ka dalë herët, bosh me atë boshsi tjetër të përhershme. Dollapi ishte I hapur dhe I gjysmë zbrazur. Çanta e madhe e lëkurës që gjithmonë e mbante poshtë krevatit nuk ishte. Pasqyra e stolive kishte boshllëqe ku kishin qenë gjërat e saj. Unë qëndrova aty dhe nuk lëviza. Zemra nuk qau herët, mendja nuk bërtiti herët. Ishte si momenti kur ke rënë keq dhe para dhimbjes, vjen ajo sekonda e madhe heshtije ku trupi yt nuk ka procesuar ende se çfarë ka ndodhur. Pastaj dola jashtë. Obori ishte I zbrazur, dera e shtëpisë ishte e mbyllur. Shikova rrugën, bosh, asgjë, asnjë gjurmë me agencës. Ktheva mbrapa dhe ula te shkallët e brendshme. Dhe aty, si I ngurosur, qëndrova derisa dëgjova gjyshen të lëvizte dhoma e saj. Gjyshja doli me atë ecjen e saj të ngadalt. Kishte dhimbje të gjunjët dhe ecte me kujdes çdo mëngjes, sidomos herët kur nyjet ishin të ngurtësuara nga gjumi. Kur më pa, ndaloi. Shikova atë dhe ajo kuptoi menjëherë. Jo nga sytë e mi, jo nga fytyra, por me atë instinkt të nënave dhe gjysheve që ndjejnë gjëra para se t'i shohin. "Ku është?" pyeti me zë të ulët. Unë tundja kokën. Gjyshja u mbështet te muri. Mbylli syt për disa sekonda. Pastaj I hapi dhe kishte brenda tyre diçka që nuk e kisha parë kurrë te ajo. Jo vetëm hidhrim, por një lodhje e thellë, e vjetër, si e dikujt që ka luftuar shumë dhe tani duhet luftojë edhe një herë. "Mos I zgjoje të tjerët ende," tha. Lëri të flen pat. U kthye brenda, dëgjova zhurmën e sobës, dëgjova ujin. Gjyshja po bënte çaj, sepse gjyshja, kur bota shembej, bënte çaj, bënte buk, ndizni sobën, sepse jeta duhej të vazhdonte, edhe kur nuk doje. Dhe kur u zgjuan të tjerët, secili e kuptoi në mënyrën e vet. Lumi, 9 vjeç, pyeti direkt. "Ku është nëna?" Gjyshja tha: "Ka dal." Lumi e dinte se kjo përgjigje nuk ishte e vërtet, por nuk pyeti sërish. Uli kokën mbi pjatë dhe ngrëni çajin pa folur. Drita nuk pyeti fare. Drita shkoi te dhoma e nënës. Shikoi brenda, doli, mbyll derën me kujdes dhe erdhi te tryeza dhe ul. Lotët I zbritën heshtazi. Nuk u mundua t'i fshihte. Nuk qau me zë, vetëm ata lote të qetë, të ftohtë, si shi mbi dritare. Mira, 3 vjeç e gjysmë, luante me lodrat e saj dhe pyeti kur I tham ta uleshin. "Nëna vjen për darkë?" tha ajo me atë zë të pastër fëmijëror. Askush nuk ju përgjigj menjëherë. Pastaj gjyshja tha: "Jo sonte zemër." Mira u kthye te lodrat e saj. Ishte ende shumë e vogël. Akoma nuk kuptonte. Por ne kuptonim, dhe ajo kuptimi ishte si akull I ftohtë brenda gjoksit. Ato ditë e para pas largimit të agencës ishin si ecje nëpër mjegull. Gjithçka duke e njëjtë, por nuk ishte. Shtëpia kishte të njëjtat mure, të njëjtat koltuk, të njëjtin odor të bukës dhe drurit, por brenda kishte një boshësi të re, të madhe, si dhomë pa mobilje. Gjyshja nuk e lejoi veten të shembej. Kjo është gjëja e parë dhe më e rëndësishme që duhet thënë. Plaka ajo, 60 e ca vjeçe, me shëndetin e saj të brisht, me hidhrimin e vet për djalin e vdekur dhe tani me këtë braktisje të re, nuk u shemb.
por ne e shikonim natën. Kur mendonte se ne flinim, dëgjoje të qante të dhoma e saj. Jo me bujë, gjyshja nuk qante kurrë me bujë, por me atë qaj të qetë, të thellë, si dikush që ka mësuar ta fsheh dhimbjen dhe nuk mundet gjithmonë. Dëgjoje thirrjet e heshtura ndaj Zotit, jo me zemrim, por me lodhje, me atë Zot, çfarë më ke lënë me barra kaq të rënda? Ne fëmijët shtirnim sikur flenim, dhe kjo ishte dhimbja e parë e madhe e moshës sime, të dinjes se ti duhej ka mbroje tjetrin edhe kur ishe veti thyer. Fqinjet filluan të vinin. Ky është zakoni vjetër dhe i mirë tek njerëzit tanë. Kur dikush ka vështirësi, vinë dhe ndihmojnë, por ndihma vjen gjithmonë me gjuhë, dhe gjuha nuk filtron gjithmonë. Dëgjova fjalë, i mbaj mend të gjitha, sepse fjalët e dëgjuara në fëmijëri gërvishten thellë. Po si, e la fëmijët dhe iku? Me dashnorin, thot gjithë fshati. Kishte ditë kjo, e dinte kushdo. Çfarë lloj nëne bën kështu? Ata fëmijë çfarë kanë fajin e tyre? Ky pyetja e fundit, çfarë kanë fajin e tyre, ishte ajo që më ngul thellë, sepse kisha 7-8 vjet dhe pyesha veten nëse kisha faj, nëse kisha bërë diçka gabim, nëse isha mjaftueshëm i mirë fëmijë, nëse drita apo lumi apo mira kishte bërë diçka, nëse ne si bashkësi kishim dështuar si fëmijë. Kjo është çfarë bën braktisjat e fëmijët, i bën të mendojnë se kanë fajin e tyre, ele kur nuk kanë absolutisht asnjë faj. Gjyshja kuptoi. Njëherë, kur kisha qarë dhe nuk mund ta fshihja, ula pranë saj dhe ajo ma zuri dorën dhe tha: "Mos mendo se ke bërë gjë birë, mos e mendo kurrë. Disa njerëz largohen për arsyet e tyre të brendshme, dhe ato arsye nuk kanë të bëjnë me ju." E dëgjova, por nuk e besova plotësisht. Jo atëherë. Gjydhja e fëmijës nuk funksionon kështu. Ti mund të dëgjosh me vesh fjalën e duhur, por shpirti yt merr kohë shumë gjatë ta absorbojë. Muajt e parë ishin kaotik ekonomikisht. Pensioni i gjyshes nuk mjaftonte për 4 fëmijë. Nevojat ishin të mëdha: ushqimi, rrobat, shkolla, librat. Gjyshja filloi të shiste gjëra të vogla, stoli të vjetra, një qilim. Fqinjet ndihmuan me ushqim her pas here. Të afërmit sollën pak ndihmë, por jo sa duhej dhe për aq kohë. Kujdes, kjo fjalë kishte kuptim konkret. Gjyshja zgjonte herët çdo mëngjes, bënte mëngjesin, na vishte, na çonte më shkollë, edhe kur i dhimte gjuri aq shumë sa ecte zvar. Priste pasdite, bënte mësuesen, bënte mjetin, bënte dhe darkën. Pastronte, lante rrobat me dorë sepse makinën e kishim prishur dhe nuk kishim para ta riparonim. Qepte rrobat tona. Kur Mira prishte ndonjë lodër, mundohej ta rregullonte. Kur Lumi kishte nevojë për libra shkollore dhe nuk kishim para, shkonte tek fqinjët dhe pyeste nëse kishin nga viti i kaluar. Gjyshja nuk e njeh fjalën dorëzohem. Kjo fjalë nuk ekzistonte në fjalorin e saj. Agenca dërgoi lajm një herë nëpërmjet të afërmve. Thoshte se ishte mirë, se do të dërgonte para kur të mund. Nuk dërgoi asnjëherë. Jo atëherë, jo herë të tjera. Gjyshja mori lajmin, e la anash dhe vazhdoi punën e ditës. Nuk foli për ta. Nuk na la ta dinim çfarë ndihej. Vetëm vazhdoi. Unë e urreja atë heshtje të gjyshes, jo sepse ishte gabim, por sepse doja të kisha leje ta urreja nënën me zë, hapur, dhe gjyshja me heshtjen e saj nuk ma jepte atë leje. Dhe kjo ishte mençuria e saj, besoj, sepse urrejtja ndaj nënës, nëse lejohej të kriste shumë shpejt, do të bëhej plag pa shërim. Gjyshja po na ruante, edhe nga ne vetë. Fëmijëria pa nën nuk është vetëm mungese për qafimeve. Është diçka shumë më konkrete, shumë më e vogël dhe shumë më dhimbshme. Është kur shkolla organizon mbrëmjen e ditës së nënave dhe ti nuk di si të shpjegosh. Disa familje bënin vizatime për nënat e tyre, unë bëra vizatim për gjyshen, por mësuesja me mirësjellje pyeti nëse nëna ime do vinta. Thash, po, dhe kur gjyshja erdhi, ajo mësuesja nuk tha asgjë, por shikimi i saj foli. Është kur ke temperaturë dhe dridhesh natën dhe dëshiron dorën e nënës në ball, jo dorën e gjyshes që ishte gjithmonë aty, por dorën specifike të asaj nëne që nuk ishte aty dhe nuk do t'i ishte. Është kur bashkëmoshatarët flasin për nënat e tyre dhe ti nuk ke çfarë të thuash, ose ke shumë çfarë të thuash, por asnjë prej tyre nuk do t'i dëgjoje. Është kur drita mbush 12 vjet dhe askush nuk i shpjegon trupin e ri të saj, jo siç duhet, jo me butësinë e duhur.
Gjyshja e bëri sa mundi, por gjyshja kishte lindur në kohë tjetër dhe dinte gjuhë tjetër. Drita mësoi shumë gjëra vet, me libra, me miq, ndonjëherë gabim. Është kur Lumi fillon shkollën e mesme dhe është i vetmi djalë i klasës që vjen pa prind në mbrëmjet e prindërve. Vinte gjyshja, gjithmonë. Ulej me dinjitetin e saj të qetë dhe dëgjonte mësueset dhe shënonte gjithçka. Por nuk ishte një lloj. Edhe ai e dinte. Është kur Mira duke u rritur fillon të pyes pyetje. Mira ishte ajo që kishte vuajtur ndoshta më shumë, edhe pse nuk e kuptonte, ose pikërisht sepse nuk e kuptonte. Ajo kishte qenë shumë e vogël kur Agenca u largua, nuk kishte kujtim të qartë të nënës. Kishte imazhe të fragmentuara, parfumin, flokun e gjatë, ndonjë gjest, por jo nënën si person. Kjo ishte një heraz hir dhe mallkim. Hir sepse nuk kishte fyt të plot që t'ja mbante mend braktisjen. Mallkim sepse e humbja ishte edhe shumë e vagu sa të mos mund ta kapje, ta kumtoje, ta procesoje. Mira rritej duke e ndërtuar nënën nga imagjinata, dhe imagjinata e fëmijëve ndërton gjërat akoma më të mëdha dhe more komplekse se sa janë në realitet. Qoftë shumë bukur, qoftë shumë keq. Një ditë, rreth moshës 7 vjeçe, Mira erdhi tek unë dhe tha: "Nëna jon ka vdekur?" E pyeta pse mendonte ashtu. Tha, sepse kur nuk dëgjoj askënd ta përmend si të gjallë. Kjo fjali më la pa fjalë, jo sepse nuk dija të përgjigjesha, por sepse ishte aq e saktë në vëzhgimin e saj. Ne me të vërtet kishim filluar ta mendonim Agencën si të vdekur, jo biologjikisht, por praktikisht. E kishim çrrënjosur nga biseda e përditshme. Emri i saj ishte bërë tabu, jo me vendim, por me zakon. Ju thash Mirës të vërtetën, aq sa mund t'i thoja. I thash se nëna jon ishte gjallë, por jetonte diku tjetër. Ajo pyeti pse nuk vinte. Ju thash se kishte bërë zgjedhje të veta. Ajo pyeti nëse i kishim bërë diçka. Ju thash, jo, absolutisht, asnjëherë mos e mendon. Mira u fut brenda nga dritarja e saj fëmijërore dhe nuk kuptoi plotësisht, por unë e kisha thënë, dhe ajo fjalë thënë edhe pa kuptim të plot ishte e rëndësishme. Duhet të flas për gjyshen, jo si figurë poetike, jo si simbol, por si njeri i vërtet, me dobësi dhe me forcë, me ditë të mira dhe ditë kur nuk dilte dot nga dhoma. Gjyshe quhej Fatime. Kishte lindur në një kohë kur jetës i duhej t'i thyej zurrët çdo ditë për të mbijetuar. Kishte rritur 2 fëmijë, babain ton dhe një vajzë që kishte vdekur herët. Kishte humbur burrin e saj që herët. Kishte punuar gjithë jetën me duart e saj dhe tash ato duar ishin të deformuara nga artriti, por akoma gjakonin. Ajo ishte një njeri i thjeshtë dhe i madh njëkohësisht. Nuk kishte arsim të lartë, nuk kishte lexuar libra filozofie, nuk dinte fjalë të mëdha, por dinte gjëra thelbësore. Dinte se dashuria është veprim, jo fjalë. Dinte se fëmia ka nevojë për rutinë, për qëndrueshmëri, për t'u ndjerë i parë çdo ditë. Dinte se plaga shërohet me kohë dhe me praninë të besuarit. Gjyshja kuptoi herët se ne kishim nevojë jo vetëm për ushqim dhe streh, por për diçka shumë më të vështirë të jepet. Nevojë për t'u ndjerë se kishim ende familje, se bota nuk ishte plotësisht armike, se dikush na donte pa kushte. Kjo pa kushte ishte ajo gjë që Agenca nuk kishte arritur të na jepte, dhe gjyshja na e dha me dorë të plot. Kur bëja gabime si çdo fëmijë, gjyshja nuk më fliste me fyerje. Nuk thoshte si mundesh, apo ke dal pas nënës tënde. Jo, fliste me qetësi, me seriozitet. Shpjegonte, pastaj thoshte, tani e di, mos e bëj sërish. Kur Lumi rrahu njëherë një shok klase dhe erdhi me grusht të mavijusur dhe shumë të talur nga djemt, gjyshja nuk e turpshoi. E pyeti me qetësi çfarë kishte ndodhur, e dëgjoi deri në fund. Pastaj tha, nuk rrihesh me grusht, gjesh mënyrën tjetër herën tjetër. Dhe Lumi, i habitur nga kjo mënyrë jo gjykuese, u ul pranë saj dhe foli orë të tëra. Kur Drita filloi të harronte vizitat tek gjyshja kur u bë adoleshente, gjyshja nuk u ankua. Thoshte vetëm, jepi kohë, do kthehet, dhe kishte të drejtë. Drita gjithmonë kthehej. Por gjyshja vuante, duhet ta them edhe këtë me ndershmëri. Kishte net kur shëndeti i saj ishte shumë keq. Kishte dhimbjet e nyjeve, presionin e gjakut, lodhjen kronike të trupit të moshuar që punonte shumë mbi forcat e tij. Kishte ditë kur ngrihej nga shtrati me vështirësi dhe qëndronte 5 minuta te korridori duke mbledhur forcat para se të shkonte te kuzhina. Kishim mësuar të kuptonim ato ditë dhe të bënim vetë sa mundeshim.
Unë bëja mëngjesit, drita vishte mirën, lumi mbante oborin. Nuk na e kishte thënë askush të bënim kështu, e kishim kuptuar vetë. Kur sheh dikë që e do duke luftuar, dëshiron t'ja lehtësosh. Por gjyshja nuk e pranonte lehtësinë pa luftë. Kishte krenari të thellë, jo arrogancë, por dinjitet. Nuk donte të ndihet barë. Herher kur mundoheshim ta ndihmonim shumë, thoshte: "Unë jam gjithmirë shpirtrat e gjyshes", dhe kthehej te punët e saj. Vetëm sytë e saj flisnin të vërtetën. Sytë e saj, ndonjëherë kur mendonte se askush nuk e shikonte, kishin brenda atë lodhje të qetë të dikujt që ka dhënë gjithçka dhe di se ende duhet japi. Njëherë isha rreth 14 vjeç dhe kisha qëndruar vonë zgjuar. Kalova te kuzhina për ujë dhe e pash gjyshen ulur vetim te tavolina, me sytë mbyllur dhe duart lidhur mbi tavolinë si në lutje. Por nuk po lutej, ose ndoshta po lutej me mënyrën e vet, thjesht po rrinte aty, në atë heshtje të mesnatës, duke qenë. E pyeta nëse ishte mirë, hapi sytë dhe mu buzëqesh, me atë buzëqeshje të saj të lodhur dhe të vërtet. "Ja mirë birë, po mendoja." "Çfarë po mendoje?" U mendua pak, pastaj tha: "Po mendoja se sa i madh ke dal, se si babai yt do të kishte qeshur kur ta shikonte." Nuk foli për Agnesën, nuk foli për vështirësitë, foli për babain, foli me mall, po me gëzim, dhe kjo ishte mënyra e saj e ruajtjes, gjithmonë të gjejë një gjë të mirë brenda hidhërimit, gjithmonë. Shkolla ishte njëkohësisht shpëtim dhe torturë. Shpëtim sepse na jepte rutinë, na jepte diçka ku të përqendroheshim, na jepte miqësi, edhe me kufizimet e tyre. Na jepte ndjenjën se ekzistonte një botë jashtë dhimbjes sonë, një botë ku mund të shkoje dhe të bëheshe dikush tjetër për disa orë. Torturë sepse bota e fëmijëve është e ashpër me ata që janë ndryshe, dhe ne ishim ndryshe, pa nën, të rritur nga gjyshja, me rrobat e qepura dhe librat e huazuar. Fëmijët nuk janë gjithmonë mizorë me dashje, por mizoria e pafajshme është akoma mizorim. Ti ke gjyshe, jo nën. Thuhej si vëzhgim, jo si fyrje, por goditja ishte e njëjtë. Unë e trajtova me heshtje. Mësova herët se heshtja ishte mburoj. Nëse nuk reagonin, nuk kishin diçka mbi çfarë të vazhdonin. Nuk bëja miq shumë, por ata pak miq që bëra, i zgjodha me kujdes, dhe ishin miqësi të forta. Lumi reagoi ndryshe. Lumi reagonte me inati dhe me zë të lartë dhe herë me grushta. Kjo e sillte shpesh në hall, por e kuptoja. Kur nuk ke kontroll mbi gjërat e mëdha të jetës, të duket se po kontrollon diçka kur reagon me forcë ndaj gjërave të vogla. Është gabim, por është i kuptueshëm. Drita gjeti botën e librave. U fut thellë, lexonte gjithçka, nga romanet e vjetra deri te tekstet shkollore. Mësueset e donin, ishte nxënëse e shkëlqyer, librat e mbanin gjallë. Mira ishte ende e vogël, rritej me pyetje dhe me imagjinat, duke ndërtuar botë alternative me lodrat e saj të pakta. Ishte mësuesja e dritës ajo që ndërhyri një herë, me mirësi, por ndërhyri. E thirri gjyshen dhe i tha se drita ishte vajzë shumë e zgjuar dhe se duhet të vazhdonte. Gjyshja e dinte, por gjyshja dinte edhe se vazhdimi kishte kosto, dhe kostoja ishte shqetësuese. Mësuesja tha se kishte bursa, mundësi, dhe se do ndihmonte. Dhe ndihmoi. Drita mori bursë për shkollim. Kjo ndodhi fal mësueses që pa diçka te vajza e braktisur dhe e zgjidhi me veprim, jo me keqardhje. Kjo mësuese asnjëherë nuk e kemi harruar. Drita vazhdon ta përmend edhe sot. Vitet e adoleshencës sollën sfida të reja. Ishim 6, 7, 8 vjet pas largimit Agnesës dhe historia jonë kishte bërë stres. Si çdo dhimbje e vjetër, kishte ndaluar të gjakoste aktivisht, por ishte pjesë e strukturës sonë, e ADN-s sonë emocionale. Por adoleshenca rigjakos plagët. Adoleshenca të bën të pyetësh, të sfidosh, të kërkosh identitetin tënd, dhe identiteti ynë kishte një grop të madhe në mes. Nëna e humbur. Fillova të bëhesha jashpër në disa momente. Jo me qyshen, me të nuk mund t'i isha, nuk kisha zemër, por me botën, me padrejtësinë, me idenë se disa fëmijë kishin familje të plota dhe ne nuk kishim, me idenë se ne kishim bërë gjithçka drejt dhe përsëri kishim humbur. Gjyshja e kuptoi edhe këtë fazë. Nuk reagoi me frikë apo me rënje, reagoi me durim. Thoshte, hidhërimi që ndjen tani është i likshëm, por mos e lësh të bëhet helm. Ajo fjalë, helm, më mbeti, sepse e kuptoja intuitivisht çfarë donte të thoshte. Donte të thoshte, mund të jesh i zemëruar, por mos lejo zemërimin të të formsojë në njëri të hidhur dhe të mbyllur.
Mos lejo dhimbjen të formsojë në njëri të hidhur dhe të mbyllur. Duhet flasë edhe për lumturitë, sepse historia jonë nuk ishte vetëm dhimbje, ishte edhe gjërat bukura, të vogla, të vërteta. Ishte Bajrami kur gjyshja bënte baklavat, me ato duart e deformuara, ngadalë, me kujdesin e dikujt që i bën gjërat jo me shpejtësi por me dashuri. Aroma e bajlamës mbushte gjithë shtëpinë dhe ne rrinim rreth saj dhe presnim, dhe ajo na lante duart para se të na jepte copën e parë, sikur ritual. Ishte verat kur shkonim tek kopshti i vogël që kishte gjyshja, ato rreshtat shtrembër me domate dhe tranguj dhe borzilok. Ne ndihmonim ngadal, çdo sipas moshës, dhe ajo na mësonte emrat e bimëve, kur duhej ujitja, si njiheshe nëse domatja ishte gati. Ishte kur bënte borë dhe lumi dhe mira bënin bonjakun e parë të tyre, me karrot për hund dhe deg për krah, dhe gjyshja vihej te dritarja dhe qeshte me atë qeshje të saj të rrallë, të plot, që të bënte zemrën të ngrohej. Ishte kur unë, rreth moshës 15, fillova të fitoja pak para nga punë të vogla dhe i dhash gjyshes për herë të parë. Ajo nuk deshi t'i merrte. I thash, gjyshe, ke punuar për ne gjithë jetën, lër t'i jap edhe unë pak. Ajo qau. Nuk e shikova kur të qante nga gëzimi. Vetëm atëherë. Këto momentet vogla ndërtuan diçka brenda nesh. Ndërtuan besimin se gëzimi është i mundur edhe pas dhimbjes, se jeta ka 2 anë dhe nuk duhet ta harrosh asnjërin. Gjyshja na mësoi edhe se si duhet kujtuar babain ton. Jo me vajtim të vazhdueshëm, por me kujtim të gjallë. Babai juaj qeshte kështu. Babai juaj hante bukë me krip si ju. Babai juaj punonte pa u ankuar kurrë. Kjo ishte mënyra e saj e mbajtjes gjallë të tij midis mesh. Dhe na mësoi ta dashurojmë njëri tjetrin si vëllezër e motra. Jo vetëm ta durojmë njëri tjetrin, por ta durojmë me gjithë zemër. Kjo nuk është gjë e vogël. 4 fëmijë pa prindër mund të shpërbëhen lehtë, të bëhen të huaj me kalimin e viteve, por gjyshja e ushqente lidhjen mes nesh çdo ditë, me tryezën e përbashkët, me bisedat e mbrëmjes, me lojrat kur kishte energji. Ne ishim familja e vërtet. Jo familja e plot që doja si fëmijë, por familja e vërtet. Agenca nuk ishte e zhdukur plotësisht. Kjo është e rëndësishme ta thuash. Ajo vazhdonte të ekzistonte diku, si hije, si gjë e paqartë, si emër i ndaluar. Herë mbërrinte lajm nëpërmjet kanaleve të ndryshme, se ishte diku tjetër, se jetonte me atë njeriu, se kishte harruar ose nuk kishte. Nuk kishte dërguar asgjë, jo para, jo letra, jo shenjë jete direkte. Gjyshja i merrte lajmet me fytyrë të pandryshuar. Ose ndoshta e kishte ndryshuar atë fytyrë shumë herët dhe tashmë ishte bërë si maske natyrshme. Ne fëmijët kemi reaguar ndryshe ndaj humbjes së agencës ndër vite. Unë, si i madhi, fillova ta shija me gjykim të ftohtë, jo zemrim i ndezur, por distancë e qartë. Ajo kishte bërë zgjedhje. Zgjedhjet kishin pasoja. Aq. Drita ishte ajo që kishte zemrim të ndezur dhe nuk e fshihte. Nuk e dua si nën, nuk e njoh si nën. Kjo e thoshte hapur kur flisnin mes vetes. Lumi heshte dhe kur pyetej kthente fytyrën. Kjo heshtje e lumit ishte ndoshta më e rëndë se çdo fjalë. Mira e vogla kishte marrëdhënien më komplekse, sepse, siç thash, nuk e mbante mend. Agenca ishte për të si personazh i rrëfimit, jo si njeri i vërtet. E donte dhe urrente një figurë abstrakte, jo nënën e vërtet. Kjo e bënte dhimbjen e saj edhe më të çuditshme, edhe më të vështirë të artikulonte. Njëherë, rreth moshës 16 vjeç, u zgjova natën nga ëndra keqe. Kisha ndëruar nënën, kishte ardhur shtëpi dhe unë i kisha hapur derën dhe ajo kishte hyrë sikur asgjë nuk ishte ndodhur. Dhe unë në ëndër nuk e kisha pyetur asgjë, e kisha lënë të hynte. U zgjova i tronditur, jo sepse kisha ndëruar nënën, por sepse e kisha lënë të hynte pa pyetje. Ju afrova dritares dhe qëndrova aty në errësirë, dhe për herë të parë me ndërgjegje u pyeta. Nëse do vinte, çfarë do i thosha? Nëse do trokiste në derë, çfarë do bëja? Kisha 16 vjet, isha i zemruar, isha i lodhur nga hidhrimi i vjetër, por isha edhe fëmijë ende, dhe brenda çdo fëmije ka dëshirë primitive dhe themelore për nënën. Kjo luftë e brendshme mes zemërimit të ligjshëm dhe dashurisë primitive është ndoshta gjëja më e vështirë me të cilën çdo fëmijë i braktisur duhet të përballet, dhe askush nuk ta zgjidh ty atë luftë.
duhet ta bësh vetë, ngadalë, me vite. Vitet kaluan. Kjo tingëllon banale kur thuhet kështu. Vitet kaluan. Por brenda kësaj fjalie janë stina pafund, dimra të gjatë dhe vera të shkurtra, net me detyra shkollore dhe net pa gjumë, ditëlindje të festuara me pak, por me shumë dashuri, smundje të kalimtare dhe brenga të vazhdueshme. Unë mbarova shkollën e mesme dhe fillova punën herët, nuk kisha luksin e të presim. Gjyshja kishte nevojë për mbështetje dhe unë isha i madhi. Gjeta punë, jo ëndra jetës, por punë e ndershme, dhe ato para të para që fitova me duart e mia kishin shije tjetër nga çdo gjë tjetër. Drita mori bursën dhe studioi, u largua për qytetin e madh dhe kthehej gjatë pushimeve me libra nën sqetull dhe syt plot të reja njohuri. Gjyshja e priste te dera çdo herë si të ishte ditëlindja e vet. Lumi gjeti dashurinë e tij tek mekanika. Filloi punë te garazhi i fshatit dhe kishte duart gjithmonë me vaj makine dhe buzëqeshje në dikujt që ka gjetur vendin e tij. U qetësua me kalimin e viteve. Ai nati i adoleshencës u zbut, jo me humbje, por me maturim. Mira u bë vajze bukur dhe ndërgjegjshme. Studioi gjithashtu, u bë arsimtare. Kur shikoi Mirën sot, shoh diçka magjike. Vajzë që u rrit pa nën dhe u bën nën e shkëlquar e fëmijëve të tjerë në klasën e saj. Gjyshja plakej me ne. Kjo ishte natyrshme dhe e bukur njëkohësisht. Ta shikosh dikë të plaket sepse do të thotë se është gjallë, se vazhdon, se mbaron. Flokët e saj ishin tërësisht të bardha tani. Gjunjët i vimte shumë, nuk mund të dilte shumë, por mendja i ishte e kthjellët dhe goja fliste dhe zemra kishte shumë hapësirë ende. E kishim krijuar sistemin ton, secili kontribuonte. Unë dhe Lumi ndihmonin financiarisht. Drita vinte shpesh. Mira jetonte shumë pranë dhe kalonte çdo ditë. Gjyshja tani nuk gatuante çdo ditë. Ne gatueshim me radhë, por herëherë kur ndihesha mirë, bënte diçka, bukën ose byrekun, dhe aroma e shtëpisë kthehej saktësisht si ishte kur ishim të vegjël. Lajmi erdhi një herë të papritur, si gjithçka e rëndësishme në jetë. Erdhi nëpërmjet një të afërmit të largët. Ai lloji i afërmit që nuk e sheh kurrë, por gjithmonë di gjithçka. Tha se Agnesa kishte dërguar mesazh, se donte të na takonte. Unë isha 29 vjeç kur dëgjova këto fjalë. 12-6 vjet kishin kaluar. Qëndrova i palëvizur për disa sekonda. Pastaj thash, ku është? Iu tregua ku ishte. Ishte kthyer në qytet, jo të njëjtin, por pranë. Ajo marrëdhënia me dashnorin kishte mbaruar dikur. Nuk dija detajet dhe nuk doja t'i dija, por ishte e vetme tani dhe kishte dëshirë, thoshte, të na shikonte. Mblodha vëllezrit. U ulëm bashk. Unë, Drita, Lumi dhe Mira, si shumë herë kur kishim vendime të rëndësishme. Gjyshen e lëm jashtë kësaj bisede. Kjo ishte e jona dhe duhej ta zgjidhnin vetë. Drita foli e para. Nuk dua ta takoj. Thjesht, pa hezitim, pa shpjegim shumë të gjatë. Lumi tha, asun. Unë heshta, pastaj pyeta Mirën. Mira u mendua gjatë shumë, me syt ulur dhe duart lidhur. Pastaj tha, nuk e di, nuk e njoh fare. Si të takoj dikë që nuk e njoh? Kjo fjalë e Mirës ishte më e thellë se çdo nuk dua, sepse ajo nuk ishte as raportin e hidhur, as zemrimin akumuluar. Ajo thjesht kishte boshti. Agenca për Mirën ishte e huaj, plotësisht e huaj. Dhe kjo boshti, mos pasja as urrejtjes, as dashurisë, ishte ndoshta dënimi i vërtet. Unë nuk u vendosa atë ditë, thash se kisha nevojë të mendohesha. Vëllezërit u larguan dhe unë mbeta vetëm me mendimet. Shkova tek gjyshja, e gjeta duke qepur, gjithmonë duke qepur diçka e gjyshja. I tregova, ajo u ndal dhe vendosi punën anash. Çfarë do ti? Pyeti. Jo çfarë duhet të bësh, jo çfarë mendoj unë, por çfarë do ti? Ju thash se nuk dija. Ajo tha, e drejta jote është të mos takohesh. E drejta jote është edhe të takohesh, të dyja janë të ligjshme. Por të dyja kanë pasoja, dhe ti do duhet të jetosh ato pasoja, jo unë. Pastaj shtoi, vetëm mos bëj asgjë nga frika. As mos shko nga frika e pendesës, as mos qëndrosh nga frika e dhimbjes.
Bëje atë që beson se mund ta mbartësh. Vendosa të shkoja, jo nga ndjeshmëria, jo nga falja. Shkova sepse kisha nevojë të shikoja me sytë e mi, jo të imagjinoja, jo të ndroja, jo të supozoja. Doja të shikoja një herë kush ishte ajo nën, me sytë e 29 vjeçarit, jo me sytë e 10 vjeçarit që kishte qajtur te shkallët. Shkova vetëm, nuk mora askënd me vete. Shtëpia ku kishte dhënë takimin ishte e vogël, e thjeshtë. Trokitat e dera dhe pritën. Pastaj dëgjova hapat. Kur hapi derën, u ndala. Agenca kishte plakur, natyrisht 66 vjet kishin kaluar. Floku i errët i gjatë ishte shkurtuar dhe kishte të bardhë brenda. Kishte humbur atë prerjen e ashpër bukurisë. Tani kishte pamje të dikujt që ka jetuar shumë dhe jo gjithmonë mirë. Kishte rrulla rreth syve dhe rreth gojës. Sytë e zinj, ata sytë e zinj ishin akoma aty, por kishin humbur shkëlqimin e tyre mpret. Tani kishin diçka tjetër, frikë. Po, kishte frikë, e shikoja qartë. Rrinte të pragu si dikush që nuk di nëse do ta lejojnë të hyjë apo do ja mbyllin derën para fyturit. Arbri, tha, vetëm emrin tim, me zë të ulët, pothuajse të thyer. Unë nuk i thash asgjë më njëherë, vetëm e shikova, me atë lloj shikimi të qetë dhe të rënd të dikujt që ka pasur shumë vite të mendojë se çfarë do të thotë kur ta shikoj. Pastaj hapa gojen dhe thash, eja brenda. Ulëm të dy në dhomën e vogël me 2 kafe midis nesh. Ajo filloi të fliste. Filloi të shpjegonte, të justifikonte. Fjali pas fjalie ndërtonte diçka. Nuk e dija çfarë. Ndoshta justifikimin e vet, ndoshta kërkimin e faljes. Dëgjova të gjitha. Dhe kjo ishte e vështirë. Të dëgjosh njeriun që të ka lënë t'i jap arsye, ndërkohë që ti ke mbartur ato arsye siguri të rjetën. Fliste për atë kohën. Thoshte se kishte qenë humbur, e pa shpresë, se nuk kishte gjetur rrugdanje tjetër. Fliste për atë njerin. Thoshte se e kishte mashtruar, se kishin qenë premtime boshe. Fliste për pendimin. Thoshte se kishte menduar për ne çdo ditë. Dhe unë e dëgjoja me mendje të ftohtë, jo me zemërim aktiv, por me atë distancë të qetë të dikujt që ka bërë paqe me dhimbjen e vet. Kur mbaroi, u bë heshtje. Pastaj u thash, ngadalë, qartë, pa zë të ngritur. Të dëgjova, dhe besoj se disa gjëra që the i ndjeje, por ajo që them unë është kjo. Kemi 4 vite para largimit tënd, unë i mbaj mend. Pastaj kemi 66 vjet pa ty. Gjyshja jon rrit 4 fëmijë me pensionin e saj, me nujet e artritozuara, me zemrën e thyer nga humbja e djalit dhe nga braktisja jote. Drita punoi me bursa, lumi luftoi vet, mira u rrit pa të njohur, dhe unë u bëra njeri pa ndihmën tënde. Kjo nuk është akuza, kjo është e vërteta. Agenca po qante, lotët i binin pa bujë. Vazhdova. Nuk mund të jap atë që ke ardhur të marrësh. Nuk e di as vetë çfarë ke ardhur të marrësh. Por të them qartë, vëllezërit dhe motra ime nuk duan të takohen. Kjo është zgjedhja e tyre dhe e respektoj. Unë erdha të shoh një herë, të dëgjoj një herë. E bëra, por nuk mund të rikrijoj lidhjen që s'u ndërtua kurrë. Ajo pyeti, me zë të thyer dhe të vogël. A mundem ti takoj vetëm një herë? Unë i thash, nuk vendosun për ta, duhet i pyesësh vetë. Por ta dish, nëse do t'i pyesësh, duhet të jesh e gatitur për çdo lloj përgjigjeje. Unë ngrita. Kafe nuk e kisha pirë. I ushtrira dorën, jo për qafim, dorë, dhe tha, mos e mundos veten shumë, agenca. Jo nëna, jo, kur sërisht nëna, vetëm emrin. Dola. Ktheva tek shtëpia jon, tek gjyshja, tek ai vendi vetëm ku kisha çdo ditë ndjenjën e shtëpisë. Gjyshja ishte ulur duke parë televizor, por menjëherë fiku dhe u kthye nga unë. Nuk foli, thjesht priti. I u thash si kishte shkuar. E thash gjithçka, nga hyrja deri te lamtumira. Gjyshja dëgjoi deri në fund. Pastaj tha, bëre mirë që shkove. Dhe bëre mirë si të shkove. Kaq. As të falishe, as e meriton. Thjesht bëre mirë. Kjo ishte gjyshja. Ekonomi e madhe me fjalë dhe saktësi absolute me kuptim. Drita mori vesh dhe më thirri. Kur ja tregova u bë heshtje e gjatë. Pastaj tha, nuk do të shkoja asun, por mirë që ti shkove. Duhej ta bënte dikush.
Ndjeva në zërin e saj diçka komplekse, ndoshta pak xhelozi, ndoshta pak lehtësi, ndoshta pak trishtim. Nuk pyeta. Lumi t'ja tregova shkurt. A i dëgjoi, pastaj tha, i ke thënë çfarë duhej. Kaq. Mira si ja tregova me kujdes, ngadalë. Mira dëgjoi deri në fund dhe pastaj tha, mendon se do vinte ta shikonte gjyshen? Pyetja nuk kishte urrejtje brenda, kishte kureshtje dhe ndoshta diçka prej malli për një gjë që nuk kishte ekzistuar kurrë. I thash, nuk e di. Ndoshta. Mira u mendua, pastaj tha, gjyshja e ka bërë çdo gjë ajo nuk ka bërë. Gjyshja nuk e meriton atë çastin. Dhe kjo ishte fjalë e mençur nga goja e motrës sime të vogël. Gjyshja nuk e meriton atë çastin. Jo urrejtje ndaj Agnesës, por mbrojtje aktive e asaj që kishte mbetur, gjyshes. Ajo trokiti 2 javë më vonë. Nuk kishte lajmëruar. Erdhi dhe trokiti. Te shtëpia e gjyshes, shtëpia ku ne kishim rritur, ku Fatime kishte sakrifikuar gjithçka. Ishte mirë ajo që hapi derën, rastësisht, sepse ishte aty atë bit. Dhe kur pa kë kishte para vetes, fryma i ndaloi për sekond. Agnesa e shikoi Mirën, vajzën e vogël që e kishte lënë me 30 e gjysmë, tani vajzën e rritur, arsimtaren, njeriun e kompletuar. Shikimi i saj kishte brenda atë lloj çarje të brendshme që nuk mund ta fshehësh. Mira nuk foli më njëherë. Pastaj tha me zë të qetë dhe qartë. Gjyshja nuk është mirë sot. Nuk mund të hysh. Agnesa tha, mund të pres jashtë? Mira tha, si të duash, dhe mbyll derën. Unë isha brenda, e dëgjova gjithçka. Shkova te Mira dhe ajo po rrinte me shpinë te muri dhe syt mbyllur, duke marrë frym ngadalë, siç bën dikush kur lufton me veten. E pyeta si ndihesha. Tha, nuk e di. Ika për pak isha duke qarë, pastaj nuk qava. Ju thash, ky konfuzion është normal. Tha, e dija se do vinte ndonjëherë. Mendoja se do kisha shumë çfarë t'i thosha, por kur e pash nuk kisha asgjë, vetëm ndihesha bosh. Kjo boshësi e Mirës, kjo ishte ndoshta fytyra e vërtetë e dëmit të braktisjes. Nuk është gjithmonë zemërimi ndezur, nuk është gjithmonë lot. Herëherë është vetëm boshëti, hapësirë ku duhet të kishte diçka dhe nuk ka. Agenca priti gjysmë ore jashtë, asnjë prej njash nuk doli. Pastaj shkoi. Unë e shikoja nga dritarja, e pash të kthehej, me hapa të ngadalt, me supet pak të ulura. Nuk shikoj mbrapa, dhe ndova me vete diçka që nuk e prisja. Nuk ndihesha triumfues, nuk ndihesha i leftësuar, ndihesha thjesht i lodhur dhe i trishtuar. Jo trishtim akut, por ai trishtim i butë dhe i vjetër që di ku ka vendin e tij. Trishtim ndaj asaj gruas, trishtim ndaj gjithçkaje që mund të kishte qenë dhe nuk ishte. Trishtim ndaj mundësisë së humbur, sepse edhe armiku i brendshëm yt, edhe personi që të ka bërë keq, kur e shef të largohesh me supet e ulura, diçka brenda teje mëshiron, edhe nëse zemra tjetër thot ishte zgjedhja e saj. E informova gjyshen atë mbrëmje. Ajo e kishte marrë vesh gjysëm, e kishte ndjer lëvizjen e shtëpisë, zërat e ulur, atmosferën e ndryshuar. Kishte ndjer se diçka kishte ndodhur, edhe nga dhoma. Kur i tregova, mbeti e qetë. E shikoi dritaren për pak. Pastaj tha, çfarë bëri? I thash, erdhi. Mira i hapi derën, nuk hyri. Priti pak dhe shkoi. Gjyshja tha, mirë, vetëm mirë, dhe nuk e dija nëse mirë ishte mirënjohës, neutral apo diçka tjetër. Pastaj pyeti, si janë fëmijët? Fëmijët, ajo gjithmonë na quante fëmijë edhe kur ishin bërë të rrithur. Si janë fëmijët? I thash se ishin mirë, se Mira ishte e tronditur pak, por mirë, se drita e lumi ishin larg. Gjyshja u mor brenda vetes për pak. Pastaj tha, ajo grua ka humbur shumë gjëra, por kjo nuk është bari juaj. Bari juaj ka qenë të mbijetoni atë humbje, dhe keni mbijetuar, keni bërë shumë më tepër se mbijetim. Ato fjalë, shumë më tepër se mbijetuar, do t'i mbaja gjithë jetën. Agjenca trokiti edhe një herë, 6 muaj më vonë. Këtë herë e hapi Lum, rastësi e fatit apo domosdoshmëri. Lumi, ai që kishte mbajtur heshtjen më të gjatë, ai që kishte reaguar gjithmonë me largim. Nuk e di çfarë ndodhi midis tyre, sepse Lumi nuk na tregoi kurrë plotësisht. Thot vetëm se i foli për 10 minuta dhe pastaj i tha, shëndeti, dhe mbyll derën. Shëndeti.
Jo urrëtie, jo mall, jo falje. Vetëm shëndeti. Distancë dinjitoze. Drita nuk e takoi kurrë, jo ashtu me vendim të vetëdijshëm, jo me zemërim të fryrë. Thjesht tha se nuk kishte nevojë. Çfarë do fitoja? Çfarë do fitonte ajo? Kam ndërtuar jetën time pa të. Nuk i nevojitet miratimi im. Kjo ishte Drita, e qartë, e prerë, e ndershme me veten. Mira, pas disa vitesh, bëri diçka të papritur. I dërgoi mesazh nëpërmjet dikujt. Jo takime, jo telefonata, mesazh. Thoshte: "Shpresoj të jesh mirë. Nuk dua gjë prej teje. Vetëm të dish se jam gjallë dhe mirë." Agjenca ju përgjigj me disa fjalë. Shkëmbimi qëndroi aty, minimal, i ftohtë, por ekzistues. Ndoshta kjo ishte gjëja shumë që Mira mund t'i jepte, njohjen se tjetra ekzistonte, pas një pretendim tjetër. Unë nuk e takova sërish pas asaj here, jo nga zemrim aktiv, por sepse ajo takim kishte mbyllur diçka brenda meje. Kisha parë njeriun, kisha folur, kisha thënë të vërtetën. Nuk kishte mbetur asgjë e pashprehur, asnjë pyetje e pahedhur, dhe pa pyetje të hapura, pa gjëra të pashprehura, nuk kishte arsye për takime. Disa njerëz humbasin nga jeta jote, dhe humbën, jo me dramë, jo me shprehje, por thjesht largohen, siç largohen gjethet në vjesht. Natyrale, e pashmangshme, e trisht, por jo tragjike. Gjyshja jon u dobësua me vitet. Trupi i moshuari nuk mund të luftonte përgjithmonë, dhe ajo e dinte, por luftoi gjatë, luftoi shumë gjatë. Kishte net kur shëndeti i saj kishte vënë alarm dhe ne vrapojmë. Unë, Drita, Lumi, Mira. Kalonim net pranë saj, jo nga detyrim, por sepse atje do të ishe, pranë asaj gruaje që kishte qenë bota jon. Ato net, duke qëndruar pranë saj, bëheshim sërish fëmijë, jo me mosh, por me ndjenjë. Rinim rreth krevatit të saj dhe flisnim me zë të ulët, ose nuk flisnim fare. Vetëm ishim. Dhe gjyshja shikonte nga njëri tek tjetri me atë shikimin e saj të qetë dhe të plotë, si dikush që po numëron pasurinë e tij dhe e gjen të madhe. 4, tha një herë kur ishim të katër bashkë pranë saj. Nuk tha unë i kam rritur, tha Allahu ma dha fuqinë. Kjo ishte gjyshja, gjithmonë e përulur, gjithmonë e vetëdijshme se forca e saj kishte burim tjetër nga vetja. Drita qau atë natë, pa zë, siç kishte mësuar që fëmijë. Lumi i mbajti dorën gjyshes pa folur. Mira mbështeti kokën mbi supë të gjyshes sikur ishte 3 vjeçe, si të mos kishin kaluar kur vitet. Dhe unë e shikova gjithë skenën dhe mendova se nëse do të kishte ekzistuar një pikture asaj nate, do të kishte qenë fotografia e vërtetë e familjes son. Jo fotografia ideale me prindër të dy dhe fëmijë të gëzuar, por kjo, 4 njerëz të rritur rreth një plake, duke mbajtur njëri tjetrin me duar dhe heshtje. Gjyshja na la diçka para se të dobësohej shumë. Na la jo me testament, nuk kishte çfarë të linte me testament, por me biseda. Na thirri njeri pas njerit dhe foli me secilin veç e veç. Nuk di çfarë i tha të tjerëve, por di çfarë më tha mua. U ula pranë saj dhe ajo vendosi dorën mbi dorën time, atë duar të deformuara nga artritet me lëkurën e hollë dhe venat e dukshme, dhe tha: "Arbëri, ti ke qenë shtylla e tyre, e di ti vet. Nuk je bërë shtylla sepse dikush të ka thënë, je bërë nga brenda, nga natyra. Babai yt do të kishte krenari të madhe. Unë kam krenari të madhe, por dua të të them diçka. Tani lejohu të jetosh edhe ti. Ti ke kujdesur shumë, ke kujdesur për mua, për ta. Tani kujdesu edhe pak për veten." I thash se isha mirë. Tha: "Di që je mirë, por mirë dhe lumtur nuk janë gjithmonë e njëjta gjë. Të dua shumë birë." Gjyshja Fatime ndroi jetë një pasdite të qetë fjeshte. Ishim të gjithë aty, 4 fëmijët e saj të adoptuar, ata 4 që kishte zgjedhur t'i ngrinte kur bota i kishte lënë. Shkoi me qetësinë me cilën kishte jetuar, pa bujë, pa drama, thjesht drita e saj u shua ngadalë si qiri i mbaruar. Dhe shtëpia u bë bosh me një lloj boshësie krejtësisht të re. Jo boshësia e braktisjes, por boshësia e plotësisë, boshësia e asaj që ka dhënë gjithçka dhe tani ka mbaruar puna. Qam të 4, çdo njëri me mënyrën e vet. Drita me lotët e saj të qetë, Lumi me gushtat e shtrënguar dhe buzët e ngjeshura,
Mira me sobset e thella, ato qarje nga thellësia e barkut. Dhe unë qava duke mbajtur dorën e saj edhe pasi kishte shkuar, sepse nuk mund ta lëshuja me njëherë. Nuk mund. Gjyshja na la shumë, jo me para, nuk kishte, por me gjëra që kanë vlerë tjetër. Na la shtëpinë, 4 mure dhe çatia ku kishim rritur, ku kishim qarë dhe qeshur, ku kishim mësuar kuptimin e fjalës shtëpi. Na la recetat e saj, ato receta që nuk janë shkruar kurrë, vetëm i mbajmë mend me shije dhe aromë. Mira i ka riprodhuar gati të gjitha, me vite punë dhe kujtesë. Na la mënyrën e saj të parë botën, me durim, me besim, me gatishmërim për të qenë e pranishme çdo ditë, edhe kur e ardhmja nuk dukej mirë. Na la njëri tjetrin, kjo është e rëndësishmja. Ajo e mbajti bashk familjen tonë të coptuar, me tryezën e saj, me zërin e saj, me kujdesin e saj, dhe ne dolim nga duart e saj jo si 4 individ të shpërndar, por si vëllezër e motra të lidhur fort. Na la edhe diçka tjetër, mënyrën se si ti jesh prind. Secili prej nesh e ka çuar atë trashëgimi. Drita është profesoresh dhe thotë se mëson studentët me atë qetësinë e gjyshes. Lumi ka djemtë e tij dhe unë shoh tek mënyra si i trajton, me durim dhe me praninë e vërtet, gjyshen aty. Mira është arsimtare dhe nëna, dhe ajo gjë e çuditshme dhe e bukur ndodh. Vajza që nuk pati nën u bën nën e shkëlqyer. Kjo është triumfi i vërtet, jo mbi Agnesën, jo mbi braktisjen, triumfi mbi zinxhirin e dhimbjes, triumfi i thënies, kjo dhimbje ndalon me mua. Fëmijëve të mi nuk u trashëgoj braktisjen, u trashëgoj praninë. Kam menduar shpesh, me vite, nëse Agnesën duhet ta fal. Kjo fjalë, falja, ka shumë kuptime dhe shumë keqkuptime. Disa mendojnë se falja do të thotë ishte mirë çfarë bëre. Disa mendojnë se do të thotë e harroj dhe vazhdoj si të mos kishte ndodhur. Disa mendojnë se do të thotë të pranoj sërish jetën time. Asnjë nga këto nuk është falja e vërtetë. Falja e vërtetë, siç e kuptoj unë tani, do të thotë e lëshoj barrën e urrejtjes aktive. Jo sepse nuk ke bërë keq, ke bërë, por sepse unë nuk dua ta mbarta të barë gjithë jetën. Falja nuk është dhuratë për tjetrin, është dhuratë për veten. A e kam falur Agnesën me trekuptim? Ndoshta pjesërisht, ndoshta jo plotësisht. Është punë e vazhdueshme, jo ngjarje vetme. Çdo herë që zemërimi i vjetër ngrihet, ti zgjedh sërish, ta mbash apo ta lëshosh, dhe zgjedhja duhet bërë her pas here, jo vetëm një herë. Gjëja më e vështirë nuk është ta falësh dikë që të ka bërë keq. Gjëja më e vështirë është të mos lësh atë keq të bëj nga ty dikë që bën keq tjetërkujt. Ne, 4 fëmijët e agjencës dhe gëzimit, 4 fëmijët e Fatimes, e kemi bërë atë gjë. Nuk kemi bërë njerëz të hidhur, nuk kemi bërë njerëz që braktisin. Kemi mësuar nga dhimbja çfarë të mos bëjmë, dhe kjo mësim i avlen çdo lot të derdhur. Kur rritem tani dhe shoh veten në pasqyrë, shoh njeriun që gjyshja ndërtoi. Nuk shoh njeriun që do kishte ndërtuar nëna. Shoh njeriun e Fatimes, me durim të saj, me fortësinë e saj, me mënyrën e saj të parë botën. Kjo është trashëgimia e vërtetë. Shtëpia jonë e vjetër qëndron ende, ka ato mure të njëjta, ato borë ku lojshim, atë dritare nga ku gjyshja shikonte kur ne shkonim në shkollë. Ne e mbajmë, jo si muze, por si gjë e gjallë. Mblidhemi aty herë, 4 vëllezër e motra, me familjet tona, me fëmijët tanë, dhe aroma e bukës, ndonjëherë mira e pjek të mërkurën siç bënte gjyshja, mbush akoma ato dhoma. Babai ynë Gëzimi vdiq para kohe dhe na la me dhimbje, por na la edhe kujtimin e tij, atë njeri të qetë dhe të mirë me buzëqeshje të sinqertë. Kemi mësuar ta bartim atë kujtim si dritë, jo si barë. Agjenca jetoi zgjedhjen e saj, me pasojat e saj, me pendimet e saj, me vetminë e saj. Nuk gëzohemi në vuajtjen e saj, por nuk mund t'i kthejmë vitet e humbura. Gjyshja Fatime, Fatime e madhe, Fatime e qetë, Fatime me duart e artritizuara dhe zemrën e madhe, shkoi me dinjitet dhe na la njerëz. Kjo është e gjitha. Ka njerëz në botë që mendojnë se fëmia i braktisur është fëmijë i dëmtuar për jetë, se plagët të tilla nuk mbyllen, sa i gropi hershëm i mungesës rënon gjithçka. Dhe ka të vërtet në këtë. Plagët janë reale, gjurmët janë reale.
Nuk e pretendoj se kemi dalë të paprekur, por jemi dalë, dhe jo vetëm dalë, kemi ndërtuar, kemi dashuruar, kemi qeshur, kemi krijuar shtëpi dhe familje dhe kuptim. Kemi provuar se braktisja nuk është fjala e fundit e jetës tënde, veç se nëse e lë ta jetë. Fjala e fundit e jetës sate e shkruan vetë ti, me zgjedhjet e vogla të çdo dite, me vendosjen të ngrihesh edhe kur ke vullnet të qëndrosh i rrëzuar, me çastin kur zgjedh praninë ndaj mungesës, durim ndaj zemërimit, dashurinë ndaj indiferencës. Gjyshja jon, Fatime, shkroi fjalën e fundit me tërë jetën. Shkroi: isha aty. Aty ku duhej të ishte dikush, ajo ishte. Dhe kjo mjafton. Kjo mjafton shumë. Nëse ke dikë pranë teje sot që të ka rritur, gjyshe, gjysh, xhaxha, hall, fqinj, mësuse, kushdo, dhe ka qenë aty kur bota nuk ishte, thuaj diçka. Jo nesër, sot, sepse sot është e vetmja kohë e sigurt që kemi. Dhe nëse je ti ai që është duke rritur fëmijën e dikujt tjetër, duke qenë aty çdo ditë, pa lavdërime, pa mirënjohje të menjëhershme, dije, ajo punë e heshtur dhe e palodhur është gjëja më e madhe që mund të bëjë njeri për njeriun tjetër. Gjyshja jon nuk kishte tituj, nuk kishte çmime, kishte vetëm praninë e saj, të plot, të palëkundur, çdo ditë, dhe me atë prani ndërtoi 4 jetë. Kjo ishte historia jon, e dhimbshme, e vërtet dhe pavarësisht gjithçkaje, edhe e bukur. Shkruani në komente çfarë ju ka prekur më shumë nga kjo histori. Dhe nëse keni dikë si gjyshja jon Fatime në jetën tuaj, përmendeni, le ta dëgjojnë edhe ata.